Pazari i Gjës së Gjallë në qytetin e Klosit, i cili për shumë dekada ishte një pikë shumë e rëndësishme për banorët jo vetëm të Matit, por të gjithë qarkut Libër, thuajse është zhdukur. Prej vitit 2016 në këtë treg nuk ka më aktivitet të shitjes së mishit apo Gjës së Gjallë si dikur. Kjo ka ndodhur për shkak të një vendimi të Këshillit të Ministrave që mbylli të gjitha tregjet e hapura për shitjen e mishit, duke detyruar që ky proces të bëhej vetëm në thertore. Por kjo dëmtoi banorët që shisnin kafshët apo mishin kryesisht ditë të dielave apo ditë festash në pazarin e Klosit. Kjo është unë e cila i paraprim festës së Fitër Bajramit ishte ditë pazari në Klos, por tregu është thuajse i boshatisur. Vetëm pak banor kanë marrë mundimin të nxjerrin për të shitur të imtat apo gjethet. Blegtorët thonë se mbyllja e tregut është në dëm të ekonomisë së tyre familjare. Në treg të blegtorisë ka pas mbi 200 krerë në shitje. Tani ka gëll një 20 krerë, 15 krerë. Atë një gëzuar Bajrami që ka zosh në orë që. Gjallëri ka pas, gjatë gjallë ka pas një jeftë. Pazari ka qenë shumë i modi, pazari s'ben s'ka, gjënë s'ka, shpët për këtë punë. O kotë, zhdukret e shef, ka 8 kinqa në pazar, 8 kinqa, s'ka e modi të gjënë. Dektoria duhet ketë, ose si duhet ketë. Dektoria është me levërdi, asë e mbaj man të e kjo, se mbaj man, ishe me gjatë gjallë që nuk ishë ka shkoshe, ka lushe. S'ka gjatë gjallë, ka hek njërës, ka hek njërës. Të gjendur në këto kushte, blegtorët thonë se po heqin dorë nga blegtoria e cila ka shkuar vitet e fundit drejt zhdukjes.